Rozana Radi zbulon emrat e 3 banorëve që nuk do t'i takoj kur pas Big Brother VIP, mes tyre është edhe kjo banore. Në një rubrik brenda shtëpisë së Big Brother VIP, Rozana Radi u pyet nga Danja të tregojë emrat e 3 banorëve që nuk dëshiron t'i takoj, pasi eksperienca në këtë reality show do të mbaroj së shpejti. Pa u menduar 2 herë, Rozana ka përmendur emrin e Gerta Kixharit, Teglit, Takos dhe Jozit. Megjithatë për Jozin, Rozana u shpreh se ende nuk i ka mbyllur plotësisht raportet dhe vazhdimësia e miqësisë së tyre pas spektaklit varet nga një bisedë sinqert që do të bëjnë bashkë. Pasi i tha se është gënjur për diçka nga Jozi, por ky i fundit i ka thënë se do ta takojë jashtë. Ndërsa sa për Livjen, me të cilën pat një miqësi tepër të mirë, por në ditët e fundit ku Livja u larguan patën një debat të fortë, Rozana u shpreh: "Jo, me Livjen nuk bëhet fjalë, do ta takoj. Edhe pas rikthimit në lojën ku nuk mund të reagoni, më bëhi ta përqafoja, edhe ajo e ndjeu këtë. E mora mesazhin se do të jemi shoqe që duke e parë në sy, nuk ka gjë midis nesh." Ndërsa për Igli Takon, ajo u shpreh se ka zhgënjur, ndryshe nga Gerta, të cilën pret që të mos e takoj pasi nuk ka asnjë pikë lidhje me të. Ndryshe mendoj për Iglin, teksa tha: "Igli, me thënë të drejtën, më ka zhgënjur. Kur është futur e kam parë si një motër time të vogël, pasi kishim shumë të përbashkëta, jam munduar ta ndihmoj në çdo pjesë të rrugtimit të saj në Big Brother, por ajo është treguar mosmirënjohëse, dhe për mua mosmirënjohja është një ndër karakteristikat më të këqija të njerëzit, nuk mund ta fal." U shpreh Rozana duke mbyllur edhe përgjigjen, teksa tha se e kupton pasi ai dëshiron që të jetë fitues dhe çfarë nuk po bën për ta fituar atë çmimin, por brenda sipas saj gjestja asnjëherë nuk e ka tejkaluar Cakun dhe linjën e kuqe me të, u shpreh Rozana.